ky Zot Gjelle wa Ala, ky bujar te barake wa taala, pret që ne t'i themi o Allah u ktheva, o Allah u pendova. Nuk shikon bagazhin tënd, ti a mendon që ke bagazh më të madh të kufrit se faraoni, që ke bagazh më të madh të xehlit edhe të gjunaheve dhe ignorancës se Ebu Xehli? Para mendoja Allahu e dërgon Musajin a.s. tek faraoni dhe i thot, o Musa, idheb, shko ti dhe vllau jot, dhe thoni ati qaule lejina, thoni fjalë të buta, ndoshta i vjen përkujtimi, ndoshta i vjen mendja dhe merr droje prej Allahut. A çfarë gjëra ka vaj ka vrarë faraoni? Çka s'ka ka robru një popull të tërë. E kupton? Andaj ka thonë, ky njeri jeton si the mund jetojë, vdes si the mund. Do me thonë, unë e ngjalli, unë e bëj të vdese. Ka dashte ka liru, ka dashte ka vra. Çka s'ka bo? Do me thonë, nëse marrim ne shembull tipik të një tiranie të rëndë, është sistemi i cilin e ka kriju faraoni. Do me thonë, 3 persona kanë qenë ai trekëndshi i këtij sistemi. Faraoni në krye të gjithë shkaj, Haruni dhe Karuni dhe Hamani. Këto 3 persona kanë qenë shtyllat e këtij sistemi tiranik. Madje Allahu si shembull të tiranisë e sjell gati se pas shumë faqeve në Kur'an e gjen shembull i tiranisë vjen faraoni. E Allahu ati i ka dërguar pejgamber dhe i ka thonë pendohu tek Allahu te barekota. Ti paramendoj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vjen në Safa dhe në Marwa dhe i thirr gjithë banorët e Mekës. Mesin e tyre çka ka? Ka komarxhi. Mesin e tyre ka zinaqar. Mesin e tyre ka njeri i cili merr dhe jep kamat, mesin e tyre ka vrasës, mesin e tyre ka mashtrues, pianet, çka mesin e tyre, madje gjithë ata ishin mosbesimtar apo. Po thot, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Thoni la ilaha illa Allah që të shpëtoni është forma më e lartë e pendimit dhe kthimit tek Allahu te baraka wa taala.